Eliona bisedon gjatë me Benitën dhe duket shumë e qetë, por edhe e vendosur në fjalët e saj. Ajo i thot Benitës se nuk e kupton pse ajo e ka ofenduar dhe pse ka dashur ta përçmoj pa asnjë arsye reale. Eliona shprehet se nuk është vajzë e keqe dhe se nuk ka bërë asgjë për të merituar ofendimet e saj. Ajo i kërkon Benitës të ndaloj me këto qëndrime negative dhe të mos i sjell më të këqijat, duke i thënë se nuk ka nevojë për konflikte pa kuptim brenda shtëpisë. Eliona i shpjegon se çdo fjalë e dhunshme dhe çdo akuzë që Benita i ka drejtuar nuk i ka bërë asgjë të mirë, përkundrazi ka krijuar tension dhe keqkuptime mes tyre. Ajo i thot Benitës se është e rëndësishme të kuptohet që fjalët kanë peshë dhe se nuk duhet të flasësh për të tjerët vetëm për të dukur më e fortë ose për të bërë spektakël para banorëve të tjerë. Gjatë bisedës, Eliona i shpreh Benitës se ajo është e hapur për t'u afruar dhe për të sqaruar gjithçka, por kërkon respekt dhe qetësi në komunikim. Ajo i thot se nuk ka asnjë arsye për t'u tallur ose për t'u përplasur dhe se të gjithë mund të bashkëjetojnë pa konflikte. Eliona gjithashtu thekson se çdo veprim negativ vetëm sa e përkeqëson situatën dhe se është më mirë të flasin hapur dhe të kuptojnë njëri tjetrin, sesa të lënë tensionet të grumbullohen. Në fund, ajo i përsërit Benitës se nuk ka bërë asgjë të keqe dhe se nuk është vajzë e keqe, duke i kërkuar të ndalojë me ofendimet e kota dhe të përpiqet të bashkëpunojnë më mirë, në mënyrë që të mos krijohen keqkuptime të tjera në shtëpi. Eliona duket e vendosur dhe e sinqertë, duke treguar se është e gatshme të ruajë qetësinë dhe respektin edhe kur situata është tensionuar.